Përshëndetje, mirëmëngjes, mirë se vini në kanalin tim. Si dola ashtu ti? Surprise! Kemi fjetur sot njerëz më shumë se sa do duhesh, jemi zgjuar vonë. Unë kisha dhënë zilen të më bjerë në orën 8:30, por e dini që në telefon ke opsionin që ta shtysh 5 minuta edhe opsionin ta fikësh. Unë pasi kam menduar që kam shtyr 5 minuta edhe kam fikur. Sepse pastaj mu hapën syt në orën 9:30, edhe pa shumë nga telefonin që thoshte 9:30 edhe isha se mua më duket sikur kam humbur gjysmën e të shtunës, po të them në 9:30. And now we are ready to go out, guys. We are gonna drink some coffee and then we are gonna do something beautiful. Jam kthyer në Itali, bashkë me kthimin tim në Itali më kthej dhe dhimbja që kam të nervi sciatik njerëz, sepse javën që unë ika në Francë, më kalovi nervi sciatik, nuk më dhimbte më asgjë. U ktheva këtu e thash, "Okej, jam mirë." Po ndisha prap Angela e vjetër. Si përfundim nuk çan kam aq shumë plak, por jo, u kthej dhimbja e nervit sciatik. Do filloj të ha në fizioterapira. Do bëj 20 seanca. 10 do jenë me një laser e 10 do jenë me masazhe me gjëra të tjera. Super nice. Inshallah të 30-tat nuk ju kapën si unë. Na shikoni që jemi kthyer në shtëpi, edhe por i puna është bërë mbas dite. Edhe unë kam filmuar asgjë. Shumë mirë kam filluar këtë vlogun. Më dolën disa puna të vogla sot. Unë mblodha njëra me tjetrën, e kalova ora. Plus, më ka erdhur recikli. Edhe psikologjia ime nuk është në atë fazën që do duhet ishte idealisht. Marzitem pak më tepër se sa duhet, sot ditë për çdo gjë, edhe për shkakun më të vogël. Por sot më në fund erdhën na morën dritaret e vjetra. Njerëz ishin aty që në tetori vurëm dritaret atëherë ja neve më duket nga tetori. Po, edhe që atëherë të vjetrat ishin aty në obor. Klajdi i kishte hequr xhamin atyre dritareve, se nuk mund t'i çosh ashtu siç janë ti hedhësh në plera. I kishte hedhur xhamat, po tani druri që kishte ngelur dritarja nuk futeshen në makinë. Edhe na ndihmuan sot, erdhën i morën shoqyr zotit hiku edhe ajo. E hoqëm qafe. Edhe pse s'kemi mbaruar akoma punë me dritare, po presim akoma të arrijmë ca pjesë të dritareve të reja që duhen vend. Po mendoj që tani po vjen pranvera, fillojnë buburecat, po mendoj mos duhet vetë të paktën të dritarja ime dhomës të gjumit që e le më shpesh hapur. Atë, sita, si quhet, zanzariera. Dhe tani vendosëm, shkojmë në IKEA. Do me thënë, e vendosa unë personalisht për trupin tim personal edhe për kënaqësinë time psikologjike. Vendosa të ikëm te IKEA sepse kemi marrë neve atë mobiljen e bukur e re kafe që ka vend te dhoma me gjumit e ju thash që dua t'ja mbush mendjen Klajdit që të marrim edhe komodina. Dhe ja mbusha mendjen. Po, fatikisht duhet shkonim nesër, po i thash gruas, si kim mësoj se unë marrova të stërvitem që ta heqim qafe këtë punë, që mund të kemi qikoj edhe për sonde të mësoj anglisht, që mos ta le pastor. Po Klajdi ka filluar anglisht. Dua t'ju them për anglishtën e Klajdit, por do ju them në një moment që do jem në shtëpi. So komodina day it is. I love it. Me zor po pres. Besoj që sa të vjen edhe ato do jam akoma më e lumtur me rezultatin të dhomës. Pastaj më mungon ledi te dollapi. Se desha ti ve ledi dollapit. Nuk e di se si doja bëj. Më shkruani juve. Nuk kam prizun atje, nuk kam ku të kalojnë kabllat. Më shkruani pak. Si mundem të ve led? Bëhet me ca led me bateri me kare. Kem shifi pula këtu afër. Të shpejun ka një vend, edhe ka pula. Nëse let's go. Këtu nga kemi hyrë thot hyrje pa karrocë. Neve obviously kemi marrë karrocë. Po pse të kesh hyrje pa karrocë? Ne u futëm te ascensori, tani jemi në hyrje me karrocë. Geniuses. Xhalla, xhalla, there was xhalla. Edhe lam karrocën se si ishim aq geniuses. Vërtet s'mund të hyje pa karrocë. Nuk e kishin shkruar kotat. Dhe unë dua të krijoj diçka të këtill te kuzhina ime që të varr gjëra diku, se kam mur boshë ta bëj. IKEA ka nxjerrë edhe këtë pelushin, majmunkën që mban ai majmun e keni parë Pouch, që nuk e pranon familja të shkretin edhe ri me këtë majmunkën. Do ma blesh edhe mua që kur ndiem vetë ta kem. Tani unë ta marr këtë. Nuk jam shumë e madhe për të patur një arush. I want it now. Po nuk do kem ku ta mbaj se nuk më shkon në shtëpi. Shumë të bukura këto ambazhurat e rinj që kanë nxjerrë IKEA. Po do bëja shtëpi do i konsideroja realisht tepër këto ambazhurat. E gjetëm edhe komodinën. E dini çfarë besoj unë brenda te IKEA? Mëze një dyqan. Po mëze sikur ti jem në makinë këtu e 4 orë në rrugë me kthesa. Një lloj magazin kjo IKEA. Dua të vjell tani. Jam kështu. Po ndjesha sikur do më binte të fi. Po mos vitja direkt nga IKEA. Edhe deri tani që kemi bërë 50 minuta që të kthehemi në shtëpi dhe akoma se kam marrë veten. Ndjeje ethe në tru. Më hypi edhe një gjë si e dritur, nuk e di si t'ja usjarë. Morëm komodinat për të cilat vajete. Mora obviously qerim, mora këto të dy. Mbajnë shumë erë të mirë. Më duket është me vanilje. Kjo që duron 40 orë, kjo me vogël që duron 20 orë thot. Mora këto gjarat që i bën kruk robat që të heqësh qime. Kush ka kafshë shtëpiake më kupton. Gjeta ledet për dollapin, e mbani mend që po e thosha për dollapin, që të gjej një opsion për lede. Këto lede tani unë nuk e di si vjen, por nuk kam prizë, janë me bateri ose i karikon me USB thot. Nuk e di, duhet ta kuptoj pak tani këto si vjen. Kanë ngjitës.
Po, tapën nga këtu lartë këtu, nuk do jem baterit. Dhe e vetë një gjë që realisht nuk më duheshe fare, po e mora, sepse e pasha më pëlqevi tepër. Tatan, janë këto për dyshekun, ka edhe dy. Ka edhe këto të dyja, po i ka edhe këto të dyja për jastek. Më pëlqevi shumë ngjyra, sidomos tani që po vjen pranvera, plus shkon me vibe-in e shtëpisë tonë. Ishte modeli i ri, edhe ishte 30 euro. E më duk shumë çmim i mirë 30 euro, sepse ka marrë disa besh të tjera që janë me ato vizat që ngjajnë me çarçafet e hoteleve. Dhe shumë mora ngjyrë të bardhë, mora ngjyrë besh. Dyta kisha marrë ngjyrë të bardhë tani që mendoj whatever. Edhe ato më duket i kisha marrë 70-80, diçka të këtill shumë shtrenjtë në krahasim me këto. Edhe më që këto ishin kaq lirë, thashë ti po i marr. Plus, kisha vajtur me idenë që do marrë edhe jastek. Desha 2 jastek akoma që t'ja shtoj krevatit. Po na shumë mua më duket që janë shumë si të hollka. I lecka ato jastekat që kishte. Unë kam marrë jastek shumë të mira, të cilat i mbaj të mbyllura, edhe i nxjerr kur më vin njerëzit ato jastekat. Edhe të gjithë njerëzit që kanë fjetur në ato jastekat më kanë thënë që janë jastek shumë të rehatshëm e shumë të mirë. Edhe thashë di çfarë, nuk po marr fare te IKEA, edhe pse i kishte të lira, po pres të dalën te Lidli, se ato jasteket i kisha marrë te Lidli, po janë vërtet kështu janë të fryrka, e vet kokën, e të duket sikur flen në diçka shumë të rehatshme. Mendova që do gjej edhe te IKEA si ato, por jo, nuk ishte si ato. Do monitoroj tani Lidlin e sapo të dal. Ja të shohim pak. Shumë bukur burr. E di sa shumë ndryshim që bën ajo drita aty. Për njerëz e dini çfarë, neve e morëm dritën. Po se unë nuk po ndjesha mirë. Dritat janë nga fundi fare IKEA, se nuk po duroja, po i thosha Klajdi duhet të dalë, se realisht po ndjeja që do më bjerë të fik. Nuk e di me çfarë ngjiten këto te dollapi. Supozoj që kishte aty të blesh diçka më tepër që ja shton asaj e pastaj i ngjit. Si përfundim vika me çfarë ta ngjisësh, ka ngjitës edhe 2 vida të vogla që ta vidosësh. Edhe neve me shumë mundësi do përdorëm vidat. Problemi është që kjo deshte bateri apo stafat që duhet të kishim bler, sepse janë ato baterit që i karikon. USB-a që thoshte karikon baterit, jo vetë produktin. Kështu që unë duhet të blej njerë baterit, ti vendos, e pastaj ta vëm këta me vida në dollap, sepse nuk do mundem serë që shkarikohet bateria të heq vidat e të rive vidat, edhe të bëjmë këta punë çdo herë, sepse mund të prishim me dollapin. Dita tjetër. E dini çfarë bëra këtë javë që më doli realisht tepër shumë e mirë? Bëra chocolate chip banana bread. Vetëm kaq që ka ngelur nga e gjitha. Kanë kaluar 2 ditë që kur e kam bërë, po. Edhe kjo nuk është stili jonë në përgjithësi. Ti hajm gjëra të mbarojmë sidomos kaq shpejt. Më duket shumica në kam granuna, por kishte dalë realisht tepër shumë e mirë. Kishte dalë shumë e butë, shumë juicy, kishte super shije. Edhe Klajdi ishte hera parë që më bëri shumë komplimente për diçka që kam gatuar. E kam postuar recetin te TikToku, kështu që shkoni më bëni follow te TikToku. Unë këtë si recet ja ju kisha treguar edhe një herë tjetër para do një viti besoj edhe këtu në YouTube. Po tani ka kaluar kohë edhe nuk e di në çfarë lloj videoja është. Por po keni banane nga ato që janë nxirr këtu. Unë kisha shumë banane, prandaj thash të bëj banana bread. Provojeni si recetë. Kisha vënë lavatriçe dje me çarçafet e reja. Po e kaloj tani te tharsja, që të mundem t'i ndroj nesër, se nesër është e hënë. Është dita që unë veç çarçafet e reja. Nuk më shifni shpesh me flok të kapura, po di është dita që duhet bëja dush faktikisht. Po se u kthem vonë nga IKEA, nuk po ndjesha mirë, tash do lajm sot. Po sa hapa syt, unë do ati këtë pi kafe. Nuk po mendoj ty të lajm, plus sot bëhet një fjera me të përdorura. Do realizohet në një vend të mbyllur, kështu që nuk na intereson shumë koha, dhe do bëhet në formë expoje. Unë te kjo expoja po shkoj me një ide precize. Dua të gjej një lamp ambazhur tavolineje për këtë mobiljen të re që kam vënë këtu te dhoma e gjumit. Është një cep që të trurim perfekt për një lamp. E dua një lamp, e në përgjithësi po kërkoj këtë lampën. Do e desha idealisht të gjej në të përdorurat, se kam gjetur llampa të reja, edhe dje pash në IKEA një që më pëlqevi. Por njerëz e dinin çfarë, më duket sikur ato llampa të reja nuk kanë karakter, më duket sikur i mungojnë personalitet. Do më thash kanë mobilje të personalitet, po, vërtet i kanë shumë personalitet mobiljet. Po nuk gjeta edhe sot, me shumë mundësi do blej një që kam gjetur te Vinted. Edhe ajo është vintage, edhe më ka pëlqyer tepër. Ashtu si shoh nga fotografit këtu do duket yll. Thjesht kam frikë që mund të arrijë thyer nga Vintedi, prandaj preferoja që ta gjej unë sot. Ta prek me duart e mia, ta inspeksionoj. Kjo është llampa që kam gjetur te Vinted, është me madreperla këtu. Për gustot e mia është spektakolare. Kam këtu edhe një bilet që thot që e kemi hyrje 5 euro, 2 personë. Njerëz nuk është sot fjera që po ju them. Burr, nuk është sot. Njerëz është javën tjetër, isha e bindur që është sot, isha e sigurt që është sot.
Bene. E dini çfarë? Nuk e di çfarë. Ndërkohë dje doli fituesi i Sanremos këtu në Itali. Nuk e njoh se kush është, ju them të drejtën, as e kisha dëgjuar këngën kaq ditë që po përflitej për Sanremon. Unë nuk shoh Sanremo, nuk jam ndjekse, po fitovi ky buri me një këngë klasike italiane të kohërave të vjetra. Është sikur dëgjon po të njëjtën këngë që dërgon çdo vit Italia në Eurovision. Përveç se kur dolën Maneskin, ndërkohë që Ermal Meta, që është edhe shqiptar, si vjet kishte nxjerrë një super këngë në Sanremo. Më bëri shumë të qaj kur e pash për herë të parë. Vazhdon të më bëj të qaj akoma sa herë dëgjoj. Flet për luftën në Palestina, në Gaza, për ato fëmijë që do duhet ishin fëmijët e të gjithëve, po janë fëmijë asnjëriu. Realisht shumë prekse. E mendoj që ishte kënga që duhet të fitonte, se ishte edhe bukur, kishte edhe mesazh, ishte edhe kontradiktore të tipit që edhe pse fliste për diçka kaq të dhimbshme, nuk ishte balans. Po të dëgjoje muzikën vetëm si muzikë pa dëgjuar fjalët, do mundesh edhe ta kërceje. Kaq këngë bukur ishte. Por dihet që nuk do e linin të fitoj edhe të shkoj ta këndoj këtë këngë në Eurovision, se Eurovisioni nuk don që të dëgjoj për çfarë po ndodh në Gaz kaq vjet njërin tjetrën. Eurovisioni i lejon të marrë pjesë Izraeli te një kontest muzikor. Ndërkohë që kur Rusia bëri luftë me Ukrainën, i tham haha, ik ti Rusi. Ik, ai keq Rusi. Por që Izraeli ka bërë gjithë këtë që ka bërë kaq vjet, i themi s'ka gjë merr pjesë ti, pse? Edhe që po bën. Tani kam pëllëcitur momentet e fundit e lufta që po përhapën me Iranin. Nuk do dorëzohem, do shkojmë te një merkatino tjetër po me të përdorurat, sepse realisht duhet të gjej llambën. Ma ka thënë truri tani. Edhe pse un jam nga ata njerëzit që kërkojnë shumë në të përdorurat, edhe kam shumë dori që të kërkoj, edhe e di që po do diçka të mirë, duhet të presësh, e duhet të kërkosh shumë. Që tani jam te ajo faza që nuk dua më të pres. Nuk e di pse, mbasi se kam gjetur atë llambën te Vinted edhe dua ta blej atë shpejt të mbaroj punë. Maybe dua të marr edhe disa tabaka të këtill që kanë dalë shumë në modë. Kam marrë një una që është edhe me argjend edhe me gold, po e mbani mend, po në të përdorurat edhe ishte yll edhe ere fare, por ajo është kështu si e thellë, dua të gjej edhe një që të jetë e këtill. Kështu që këto janë gjërat që po kërkoj sot. Tani po vajta atje dhe gjeta edhe super yll gjëra të tjera. Tani, më vjen keq, do i marr. Më pyesni shpesh për këto merkatot që Angela na thuaj ku realizohen, ku të shkoj, ku të gjej, se do vini në Itali këndande. Puna është këto realizojnë çdo të diel në vende ndryshe, edhe realizojnë këtu afër fshatit tim, domethënë neve bëjmë 40 minuta rrugë, 50 minuta rrugë me makinë që të vim këtu. E bëjnë gjithmonë në një vend tjetër, edhe kur ka kohë të mirë. Po erdhët juve për turizëm në Bologna, në Firenze ose në Milano, nuk ka kuptim t'ju them ku janë, se edhe unë nuk e di pak ditë para se sa të realizohet në çfarë vend realizohet, po edhe nuk ka kuptim se nuk do vini këtu, është shumë larg. Shkojmë shohim çfarë thot fati jon për sot. Gjëra të lezetshme sot. Gjëra kjo si do ja u tregoj pastaj. Edhe u kënaqa sepse në një moment filluan të zihen dy gra të moshuara, kështu që ishim ndaluar të gjithë atje po bënim goshi. Po kishte shumë të ri sot, edhe të reja, edhe ishim veshur bukur, këtë stili vintage që më pëlqen edhe mua tepër. Edhe ishte shumë nice ti shohësh, plus u gjeta edhe gjëra, kështu që vajte mirë sot, vajte mirë. E vetëm një gjë që nuk ishim ndjell sot. Gjithë të tjerat vajte mirë. Edhe tani, duke qenë që jemi në Reggio Emilia, para se të shkojmë në shtëpi, do shkojmë te qendra tregtare, se duhet të marr kafet e Nespressoja. Kam ngelur me një tek pull kapsule në shtëpi. Edhe që mos kthehemi pastaj mbas dite prap kënde, do ndalojmë tani direkt. Pse pastaj buri ka të montoj komodina sot. Hajde buri, hajde. Hopa, hopa, komoja, hopa. Edhe kafen e blevëm. Që bëj hol me tabakat, se kryesisht mora tabaka edhe dini çfarë. Nuk është vajta mora një tabaka, po gjeta shumë që më pëlqenin e mora 3 tabaka. Lashnam. Janë të gjitha për t'u larë edhe për të pastruar. Po nuk është shumë i bukur ky tabakaja. Mos e shikoni kështu ikën të gjitha këto, plus që në përgjithësi argjentin merr produkte që janë apostafat edhe e bën më lucido se sa është. Nuk e di si thuhet lucido. Gjithsesi këto detajet që ka kjo janë yll. Por gjeta edhe këtë, që ka këtë formën. Do më thoni tani me sa lek i ke marrë. Me nga 2 euro i ka marrë njerëz. Po çfarë do i bësh 3 tabaka? I don't know. Really I don't know. Mund të vedë një në shitje. Do shoh. Mora edhe këtë tabakan, se është ndryshe nga ato 2 tabakat e tjera.
Gjete edhe këto që të vesh sipër ose pjatat kur han, ose t'i vesh sipër tabakas. Diçka të këtill tipit nuk duket shumë cutesy. Kushtonin 2 të këtilla €1. Duke qenë që duhet të bëje foto për Instagramin e njërin në tjetrin, ka marrë kryesisht për ato. Më kupton, është pjesë e punës time. Pastaj kalova nga një teta që kishte jewelry. Kanë sipër këto tags që shkruan diçka. Kanë sipër si mini pajet. I morëm më shumë për në ver. E shikoni sa bukur do duket kjo bluja, edhe kjo kështu portokallia. Edhe më tha që ishin provzat që kanë bërë për Miu Miun, për një koleksion të vjetër, vintage të Miu Miu. Këto ishin provat që bënte laboratori me këtë jewelry që t'ja jap, t'ja prezantoj, pastaj po i pëlqeven atyre të vendosën t'i prodhojnë. Tani nuk e di se sa e vërtetë është, por nuk ishte pse të më gënjej, se barabartë ishin super të lira, do i mirë, nuk e se kishte nevojë të më mbush mendjen se ti marrë se kushtonin shtrenjtë. Edhe po, thash po i marr në të dyja ngjyrat. Kem edhe blun edhe këtë, më pëlqyen. Edhe gjëja e fundit që gjeta, and I like it very much, është kjo këtu xhaketa. Të jep pak edhe forma kjo, se vjen pak si më e ngushtë pjesa e belit. Ka ndalë shumë në mod tani këto që janë pak më të gjata e të japën formë të pjesë e belit. Hallesh më duket domëri e madhe mua, kështu që më shumë mundësi të mund ta gjeni të vintage im këtë. Lamp që po kërkoja, nuk gjet absolutisht asgjë. Morëm edhe kapsulat që ju thash të kafes. Edhe po, këto ishin të gjitha. Njerëz ju tregova që mora perden në Shqipëri. Okej, e lava, nuk e kam e kurosur, po më duket sikur nuk ka nevojë për hekur. Më duket që duket e kurosur, është ai lloj materiali që s'ke nevojë për hekur. Nuk e kisha kërkuar këtë gjë, por ashtu ka dalë me sapash. Nëse tani që do e vardoj shikoj mirë bashkë gjë. Po prisa të vi Klajdi ta bëjmë këtë gjë, se ishte në Napoli këtë javë Klajdi, po ishte në Napoli. Po më pëlqen që po sjaron gjithë javën në punës time, po jam i varur këtu po më asja të parë. Të para fundit do lesh si të thash, këtë do lesh. Këto janë të parët. Ja u tregova dyqanin ku i mora në Tiranë, ishte te Pazari i Ri, e gjeni në Instagram me perde grill Aris at Home. E kishte realisht gjëra shumë të bukura. Ki kujdes bur, me delikatesë bur. Jo shpejt e shpejt hajti që më qafe pastaj të më thyesh në një gjë që s'duhet. Kush o këtu? Faktikisht, ju them të drejtën, më mungojnë ca kokra. Më mungojnë 2 kokra për të varur perden, por e kisha marrë të Jusku. Sot është e diel, nuk e di çfarë ore mbyllet. E them shkruaj nesër të kontrolloj të marr të Jusku. Po tani nuk po më duroj, është dua të shoh si duket. Tani du bëhet bukur. Dan. Varen keq një 2 aty ku mungojnë ca kokra, por perde është fantastike, është perfekte. Një hekur, vetëm te cepat do i deshte, se nuk duket e pa e kurosur në përgjithësi në mes. Duket shumë bukur. E bëra pjesën e poshtme të prek pak te tokat, se më pëlqen kjo gjëja. Por i dha diçka dhomës, më pëlqen realisht tepër shumë. Tani që e përdorëm derën që duam ta hapëm e ta mbyllëm, do e mbaj kështu pak të mbledhur. Gango po na bën në komodina. Gango s'po kupton si ti montoje, edhe pse ka montuar dollapin mbrapa. Tallu ti me mua grupo. Po s'ti montova unë, nuk ka se mund vi gazi nga Greqia gjithmonë. Po prandaj po them këtu me gangon. Po gango, po e thu në mënyrë talli edhe. Kush po tall? Kush po tall ti ta rafta bëj cop? E gru, do montosh pak edhe ti. Jo, se këto janë punë burash. Jemi barabartë. Po. Nuk ekziston burri, gruaja, ma sidomos te feminizmi. Atë do thosha edhe unë kur nuk dua të bëj diçka, e haroj që jam feministe, them këto janë punë burash, haha. Varet si më volit. Po nuk punon ashtu. Po mirë, vi unë montoj këtë, fshije lajti shpinë, se unë do fshije do laj shpinë tani, do ndroj çarçafet, do e kuros çarçafet e reja, do i ve, edhe do bëj e dark. Bëj ti këtë edhe do bëj unë komodinat. Do të grindesh? Jo, nuk po grindem. Jo, nuk po grindem. Se mu komodinat më shkonin mirë. Ty jo. Ato që kemi nuk janë komodina, s'kemi vend ku të lemazje. S'ka gjë, bukura. Jo praktike dho. Do kafe! Dini qartë, bëjmë kafe para se të fshihet të laj shpinë. Që thoni, që nuk thoni gjë. Ka qenë në Napoli. E mësoni gjëra të mira nga Napoli. Më solli vaj bio, e çovi reprezentanti vet Klajdi në një farm, ku provon kos bufala më the. Kos lope, çfarë është bufala? Po, është një tip lope që quhet bufala. I sjaronte ai që aty i rrisin lopët duke i bërë të dëgjojnë muzikën të Mozart, të Bach e të Beethoven që të jenë të qeta, edhe më solli edhe këto me domatet portokalli që janë brenda në ujë deti. Janë në kavanos me ujë deti, edhe ishte edhe një kavanos me të kuqe. I provova, janë shumë të kripura që të si sallat plus shumë të buta sepse janë këtu brenda. Supozoj që duhet i bëj një salcë. Duhet të bëj diçka me këtë dhe ta bëj ose risotto ose me makarona. Dua të hyj të kontrolloj për ndonjë recetë që të bëjmë diçka të mirë të hajmë ose për sot ose për nesër, të shoh. Varet sa punë do i hap akoma sot vetes. Belo, buro, të bëf të mirë. Belo.
bella. Vazhdoj me gjërat që më solli Klajdi. Ishte edhe kjo marmelata këtu me albikoke. Ishte tepër shumë e mirë, ekstreme mirë, fantastike. Dhe kam vënë këtu gjalpin që solla nga Franca, njërën kub të gjalpit e kemi gjangren, me sa mund të shikoni. Edhe hajmë në mëngjes buk me gjalpit dhe me marmelat. Bleva këtë javë në Mercato edhe këto lule të freskëta, shikoni sa të bukura që janë. Mbase duhet të kisha marrë disa më tepër të verdha, se mora vetëm 2. Futem në sallon e i shoh, më japën një gëzim shumë të madh. E para mbarovi, tatan, është super realisht e bukur. Happy dance, happy dance, happy dance, happy dance. Tani do e pastrojmë të mirë, edhe do i vendosëm. Thjesht nuk e di ku do i çoj ato të tjerat që kam. Aty është halli. Burr, ç'a do i bëjmë? Ku do i çojmë? Po të ta ngria, se kërkoj aty të vije. Okej, pritor tani këtu. Kemër. This place I'm bad Gëzojni dhe ju kaq sa unë kur e pastroni shtëpinë, apo jam e vetmja? Po nuk e do këtë kablin që të kalon të ave nga poshtë, po deshe. Tani unë avash këtu do i zbukuroj, do vej gjara të bukura që të duket cutesy, por gjë që bën këto të dyja mobiljet meqi, jam njeriu më i lumtur në botë. Duken më të bukura tani, e di këtë jam e sigur. Edhe këto të treja i lava, i bëra dritë, xixh. Këtu kam vënë patatet të bëjmë. Këtu kam prerë mishin, sapo të bëjmë patatet do kaloj aty mishin. Këtu nxora hekurin se dua të dekoros ato çarçafet e reja që bleva dje dhe t'i vendos. I like them very much. Tani kam vënë lulkat komodinës time që i kisha te ajo tjetra, e më pëlqen shumë. Por duhet të blej një për këtë tjetrën tani, vazo me lulka falco. Është bërë dark edhe për pak do flem, kështu që nuk po e shtroj krevatin super mirë. Love it very much. Mirë shpinë, po unë që dukem si e çmendur sot gjithë ditë. Por më besoni kam bërë shumë punë, kam fshirë, kam larë të gjithë shpinë, kam mbledhur plurat, kam bërë lavatriçe, kam palosur tharse, ande. Jam shumë e lodhur në këtë moment. Të paktën më ka kënaqur tepër rezultati. Arritje hena, unë sa po u zgjova edhe fillova ditën me një dush, ndjesha që kisha realisht nevojë, idealisht do isha larë dje që të keme çarçafet e lara time për vetë larë. Por ndjesha tepër shumë e lodhur. Edhe nuk e si më lodh dushi, më lodh procedura e të tharit flokun, që duhet të ri atje 3 orë me Dysonin derisa të tha, se kam shumë flok, nuk e se e bëj çak bam edhe 2 sekonda u than, si e bën Klajdi ose burrat në përgjithësi. Pash edhe ëndra të këqija dje në darkë, edhe isha zgjuar kështu, e thash, e di çfarë futu, bëj një banjë të relaksohesh, të ndjesh më mirë. Tani ndjem tjetër njeri, tjetër Angela, automatikisht. Mbasi lavëm veten, do lajm pak edhe banjon, që të jetë çdo gjë e pastër. Po shikoja në ender, sikur fluturonin shumë aeroplana sipër në qiell, edhe po i bënin atak njëri tjetrit, sepse besoj e keni dëgjuar që ka plasur prap lufta me Iranin kësaj radhe. Më duket shumë e lodhshme 2026-ën të vazhdojmë të bëjmë luftra në kohën tonë sot që e dim çfarë do të thënë lufta edhe çfarë i bën njerëzve, popullit të thjesht, sepse luftat nuk i fillon, nuk i inicion populli i thjesht, por iniciojnë forcat e mëdha, e çdo njeri e bën për përfitimet e veta, le të themi. E di që shpesh herë kur ju flas për tematika të këtilla, disa njerëz më shkruani që ç'a na intereson neve çfarë ndodh në Palestinë ose në këtë rast çfarë ndodh në Iran apo njërin e tjetrën, por mendoj që të gjithë duhet të informohemi mbi situatën politike kudo në botë, sepse këto që po ndodhen tani janë rezultate që kanë sjellë njerëzit të cilët kanë marrë votat e popullit të thjesht. Edhe duhet të dim çfarë ndodh kur votojmë një njeri, si mund të eskalojë një situatë. Nuk dua t'ju lodh, nuk dua t'ju mërzis, por unë jam 31 vjeç, un plaka, javën tjetër kam ditëlindje, më intereson bota e çfarë ndodh në botë, më intereson politika, edhe më dhem shumë brenda në shpirt që nuk mundem të bëj asgjë unë e shumica e popullit të thjeshtë ta ndalojmë këtë situatë. Neve na duket sigurisht nga ana tjetër e botës, por kemi patur fatin të lindemi këtu për shembull në Shqipëri ose në Europë. Por po mos kishim neve këtë fat, arrini të kuptoni që do mund të ishim ne edhe fëmijët tonë ata që vdesin, ai populli i thjeshtë që humb jetën e tyre, do mund të ishim ne. Edhe fëmijët që humbën jetën e tyre nga ana tjetër e botës, realisht nuk është ana tjetër e botës, është shumë afër. Nuk është që më dhem më pak se nuk është fëmia ime dhe është fëmia e të tjerëve, barabartë është një fëmijë. Edhe kjo që nuk më le të flerë hat natën realisht, prandaj edhe di po shikoja aeroplana njërin e tjetrit sepse ka bërë escalation i gjithë kjo situata këto ditët e fundit edhe po marr informacion gjatë gjithë kohës. Më trembe ardhur rajon, më tremb që ata që kanë
fuqin, politika, ata që janë lart, edhe ata nuk bëjnë asgjë. Edhe ja për shembull do e mbyllim këtë muhabetin këtu, edhe do ju tregoj çfarë do gatuaj, do ju tregoj që tani do bëj kafe, do ju tregoj pastaj ditën time, por barabart ande njerëzit vazhdojnë edhe jetojnë me frikë. Barabart ande do vazhdojnë sot e do hidhen e 5 bomba të tjera. E kuptoni sa në kontroversë futet jeta ime brenda ditës. Që shoh këto, po duhet edhe të jap pozitivitet në të njëjtin moment sepse kjo është edhe puna ime. Prandaj mundoj t'i ndaj këto gjërat, emocionet e mia me ju, sepse mendoj që është shumë e rëndësishme. Gjithmonë shkojmë me Klajdin kur është këtu, javët që nuk del ose ditët që nuk del ti diku larg të pim një kafe bashk, por ndjem që sot kam nevojë edhe për një kafe tjetër, kështu që do e pi edhe këtë, edhe pse mirë nuk është. Perdhja ime e bukur, nuk e di si t'ja u sqaroj, po e ka dhënë tjetër pamje kuzhinës së sallonit tim. Sa herë që në sallon më kënaqet syri. Lyeva edhe thënkat e kam dhe sot. Jam në mood që po kujdesem shumë për veten. Pastaj që do shkoj në fizioterapi, e them të shkoj te Jusku. Dua të shoh po ka diçka të bukur që të vëm te komodinat e reja, do një zbukurim. Te makinetën e kafes profesionale akoma si kam marrë dorën. Nuk është se kam marrë dorën, nuk jam munduar fare. Nuk përfuz vetëm fare në siklet që të mundohem të marrë dorën, edhe shumë gabim. Se objektivi në fillim të vitit ishte të bëj kafe me sa më shumë kualitet. Meqense javën tjetër afrohet edhe ditëlindja, po mendoja të prenontoja një weekend romantik të ikëm me burrin. Kemi kohë që nuk po bëjmë pushime vetëm unë e Klajdi. Nuk e di ku, nuk kam parë asgjë, realisht asgjë, por të iknim diku 2 ditë, të inspirohemi nga një vend i ri, të relaksojmë trut, të ikëm pak nga rutina, dhe Klajdi është lodhur sepse ka qenë larg shtëpisë këto javë, edhe tani weekendin e pat e çoj unë ajo po i tekja, ajo po monto këtë, ajo po bëjmë kështu, ajo po bëjmë ashtu, edhe sado nuk arrin të shlodhet komplet robi, po të bëj këto lloj gjërat, kështu që tani them ty ulem e të kërkoj pak për hotele. Filloj të do t'java pa vën lavatriçe. Jo, kështu që do vëm edhe një lavatriçe me të zeza sot. Këta bluzën, si e kam futur në tharse, e kam ngushtuar që mengat, jam bërë për fëmijë tani. Palos edhe 1-2 rroba që i kisha lënë të thajnë, shqyr më prej vitruri nuk i futa në tharse dhe këto që janë materiali lesht, se do bëheshin edhe këto kështu tani. Është edhe një set i ri ky që kam edhe më pëlqen tepër. Gjunafta prish. Unë morë edhe këtë mobiljen e re për të futur rroba. Por mendoni juve që kam vend prapë rroba, prapë kam të vështirë ti ngjesh të gjitha ato që kam. Do thaj pak flokët tani që të filloj të bëj donjë risotto për drekt se weekendi nuk gatova thoj se fare, te buri në shtëpi të ketë një ushqim të hajrit të haj. Sa erdhi Klajdi nuk durovi dot, fillovi të haj, e qava prap, kam vënë gjithë gjërat e mira të botës. Si ishte? Shumë e mirë. Kjo është ajo që ndodh kur ja plotson. Po, bravo, kur ja plotson tekat gruas. E pe sa mirë të mban gruaja kur ja plotson tekat. Për shembull, po ti tani gjithë weekendin më thoshe ike grum lira hat, do luaj PlayStation akënde ande. Sot me shumë mundësi do haje buk nga ato që janë bërë troç me vaj edhe me krip. Ta një egzagjerove. Po mirë, okay, e di po e bëj për efekte speciale. Do të shkruaj komente negativ. Marr lekë edhe nga komentet negative. U bëra shumë shpejt gati. Edhe do ikëm për fizioterapin. E ka edhe Klajdi punën ande, kështu që do shkojmë bashkë në atë direction. Nuk e di as çfarë do bëj. Gjithsesi sot nuk e ndjej fare dhimbjen të nervit, fare zero, sikur nuk e kam patur asnjëherë. Jusku hapet në orën 3. Sa po dola nga fizioterapia, bëra 1 orë fizioterapi. Po spostoi se ky xhaxhi ngjitur me mua, i thash po lvizet makina ime, dëshmësuri zemra për 1 sekond. Vajti mirë. Ai çuni që më bëri fizioterapi më tha që më shumë mundësi është muskuli dhe jo nervi. Se më tha atje ku ti po më indikon që ke dhimbje edhe po trajtoj me po më thoj që ke dhimbje shmuskull. Njerëz realisht nuk e di, jam lodhur, kanë kaluar muaj, shpresoj thjesht që të mbaroj kjo gjëja. Ajo me laserin ishte që më vinte një si llampë të ngrohtë te ajo pjesa që ta ngroh për çerekore. Tha të filloj palestrën direkt, se më tha dua të shoh si do reagoj puna që po bëjmë me palestrën, dua më tha të bësh palestër. Unë e kisha lënë sepse si u tha se u ktheva nga Franca, vajta në palestër një ditë më filloi gjithë dhimbja, e thash lere. Më tha jo dua të vazhdosh shkosh në palestër, më bëre një listë me të gjitha gjërat me stretching nga njërin e tjetrën që duhet të bëj para palestrës, edhe mbasi të mbaroj palestrën, edhe tani shkojmë te Jusku të bëjmë atë që tham që duhet të bëjmë. Okej? Edhe do një orë si kjo do ishte bukur për komodinën e Klajdit për shembull, nga ana e burrit, se nga ana ime do velulka. Po mendoj të marr këto tulipanet falco. Po kërkoja një vazo për këto. Kisha hyrë te Jusku online, kisha gjetur vazo të lezetshme të bukura, po këtu nuk ka.
nuk më pëlqejnë të paktën ato që ka. E the mos marr vetëm lulkat e të shoh në ndonjë dyqan tjetër për vazo. Këto i mora të perdeve për të cilat erdha. Shkoj te një dyqan kinez, më duket është ky Bricolini që e kam afër shtëpisë. Shoh mos ket këtu ndonjë vazo, për ndryshe do duhet porosis në ndonjë sajt vazo. Po unë e desha sot, se më kur ma thot koka, ma thot edhe do sot, se s'ben. Është shumë dyqan i madh, edhe humbesh këtu brenda. Pas ka edhe këtu lule të bukura, këto më pëlqejnë, po ti kishte në të bardha, jo kjo ngjyrë. Nuk gjeta vazo as këtu. All night. Sepse unë jetoj në këtë zonën që ka shumë kafshë në përgjithësi, që ka dhe shumë natyrë. Kemi malet, kemi kodrat, kemi farma. Nuk është jeta këtu ashtu si isha mësuar unë në Athinë. Nuk po flas vetëm për buburecat, po flas përgjithësi për kafshiriqët, të tjera, se si di dhe emrat në shqip këtyre kafshëve që po mendoj unë. Tani rrugës për shembull, pas një kafshë të shkretën, sa më ndim se nuk e keni ide. E kishin vrarë jo me dashje, pa dashje, se mbase një njeri nuk i shef. Edhe ishte në cep të rrugës, edhe i dukeshë vetëm këm ka ngritur kështu. Edhe në përgjithësi na rastisen shumë raste të këtilla dhe më kanë lënë plot me trauma këto gjërat. Keni iden çdo herë që dal gjej edhe një kafshë të shkretë aty në cep të rrugës e kanë shtypur. Arrita në shtëpi u ktheva jetolla. Pa vazo, për skaj. Jam jashtë tani, ti më të bëjmë ndonjë xhiro tjetër. Vajtaj në rosetë ndërkohë, nuk ju tregova juve, po vajtaj në super. Look at this. Kisha lënë me njan, t'ju tregoj. Bëj edhe hol nga Hulja, edhe kam haruar. Por tani që kujtova, Hulja hol. Vethka të cilat i kam, ja u kam ritreguar, i kam marr para disa viteve. Janë mesatare, as shumë të vogla, as shumë të mëdha, më volitën për përditshmëri, por njëherën e kam humbur, pa dashje. Pastaj vazhdojmë, nice. Kam marr këtë unazën. Kjo është më shumë stili mami. Nuk më pëlqen fare goldi në përgjithësi, sidomos me jeshilën tani. E thonjë të kuqe, por unaza si unaza shyll. Prenontova sot të shkoj të bëj edhe thonjë brenda javës, se janë zjatë. Dhe pastaj, kam marrë diçka që mos bjer fare në sy, është gjigante. Kjo do mund të ishte unaz fejeseja. Se di as për kë gishte kam marrë. Për këtë gishte kam marrë me shumë mundësi. Ore, është ngjyrë tjetër ky gishti nga këto, apo më duk. E kam marrë numrin gabim të unazës. Produkti i fundit duhet të jetë varse kjo. Në përgjithësi ky holi nuk ishte me gjëra delikate. Kur kam bërë porosin, kam qenë në fazën time ekstra. Kjo është një varse që e kam imagjinuar në kokën time ta vesh në verë. E do duket shumë bukur. Do ju le të gjitha gjërat poshtë description box, se janë edhe shumë dhuratë e bukur për të bërë ditën e mamit ose për ditën e femrës, and yeah. Do ja dalun ta heq këtë. Te ju sku, more edhe këto të dyja. Thot ti towel. Supozoj që i vjen poshtë pjatës, edhe vjen sipër pjatën e bukën e këto gjëra. Por unë i përdor këto për të tharë pjatat. Edhe më pëlqevi shumë materiali që kam, prandaj mora, se realisht nuk kisha nevojë për lecka të tjera për pjatat, por edhe printi më pëlqen. Kjo është thuajse e njëjta me çarçafet e krevatit që morëm te IKEA, nuk e dieshëm print që më është fiksuar tani. Bas. Kalovi pak ora, ma tha fizioterapisti që sot do filloj ta përsëri dhimbjen, duke qenë që vajtëm edhe e prekëm atë pjesën. Edhe ashtu doli, më fillovi dhimbja, kështu që diku këtu unë them t'ju le. E ne do shifemi si gjithmonë te video radhës.